Nuk më intereson se çfarë ju rezulton ju, zonja Ruçi, po fakti është që kjo kompani nuk do ta realizojë atë projekt dhe që këtu biseda mbyllet. Po ju mbani përgjegjësi që keni shpallur fitues një kompani partneri së cilës është offshore? Është sport i rëndë, nuk e përballon dot. Edhe shkeljet që bën ti e kalojnë çdo imagjinat. Me ardhën nga burime të pa identifikuar. Doja të të pyesja në lidhje me projektin. Nuk e bën dot. Nuk na la Berti. Po Kristaqi si e ka më? Si i shkojnë punët? Ti menon se kanë bënë atentati kundër Elbës. Atë nuk e di, unë nuk i di intrigat e burgut. Vetëm ishte. Duket se ishte edhe Kristaqi me to. Ata brenda nuk flasin, kanë frikë. Nuk duan të punojnë. Dhe me thënë s'kemi asnjë version zyrtar. Jo, deri tani jo. Kristaqi ku është? Se di. Emilio. Mirë. Elva, Po, alo. ishe në atentat? Jo. Jo, ishte me Kristaqin, kështu. Mirë, po vi të takoj se dua të them. Okej. Mirë. Jam afër, nuk vonohet. Mirë. Okej. Sot, në orën 10:30, biznesmenit Kristaq Koçi i është bërë një atentat. Për arsye të panjohura, pikërisht këtu, në selin e biznesit të tij. Nuk dihen rrethanat, por mundet thjesht të marrim me mend që atentatorët pasi kanë kryer krimin, janë larguar për të marrë rrugën kryesore. Në fakt, makina drejtohej nga Fatmir Dinga, 44 vjeçar, i cili është punonjës i sigurisë për Mostra Group. Policia, siç e shihni, ka mbritur në vendngjarje. Nuk e dim vendodhjen e këtyre dy qytetarëve si edhe situatën shëndetësore të tyre. Mora aty të tre kishin aty. Kishin të tre deponime kontradiktore. Vetëm njëri, ai që është aty në mas, ishte ai që kishte parë makinën e zezë se të kalohen të këtej të largohej. Se janë larguar këtej? Po, janë larguar këtë drejtim. Kanë ardhur, kur kanë frenu, kanë dalë. Dyshoj që ishin 4 veta, 2 kanë dalë jashtë makinës, kanë qelluar 7 herë. Aty janë në shenjë, janë... Sa marrën çike dhe targën? Po, janë... Sa Berti, që ke një mik në polici që të jep informacion. Çfarë do të thotë? Ideja është që kur të ka vendosjen e blerimit, s'ta ka vënë plot. Është një video aty brenda që tregon se kë ka takuar blerimi ditën që vdiq. Nen. Ti nuk e di se më duket bësh. Berti është një rrezikshëm. Ka mundësi edhe këtë atentatin e ti. Nuk e di, po nëse do e kisha babin nëse ishe për Bertën.
Në rrethana ende të paqarta, sot rreth orës 10:30, është regjistruar një konflikt me armë në ambientet e një kompanie private. Mendohet se ky ka qenë një atentat ndaj Fatmir Digës, i cili ishte i punësuar në kompani dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Ai ka qenë i vetëm në vendngjarje. Pista kryesore që po hetohet është gjakmarrja. Hetimet po vazhdojnë intensivisht deri në zbardhjen e plotë të ngjarjes. I lutemi medias të mos keq informoj publikun dhe të lejoj organet kompetente të bëjnë detyrën. Ju falenderoj. Kristaqi. Alo, Kristaq. Përshëndetje, dashur. Si je? Unë jam shumë mirë, faleminderit. Po ti s'ishe aty? Jo, prandaj të mora, nuk jam fare në Shqipëri. Nuk kam qenë me Fatmirin gjatë atentatit. Pash raportimin tënd në lajme dhe thash të ta thoja. Faleminderit. Flasim kur të vi. Kalofsh mirë, dashur. Qofsh mirë edhe ti. Mirupafshim. Foto, me pushime. Po? Undra. Faleminderit. Nuk e di a më besoni, po unë kam shumë respekt për ju si gazetare, si njeri dhe si profesioniste. Ju kam thirrur që të flasim hapur, si dy gra që keni sakrifikuar shumë për çfarë përpara. Unë me detyrën time ekspozuar gjithmonë ndaj rrezikut. Edhe ju një lloj, po në një formë tjetër. Veç se përgjegjësia ime bie drejt për së drejti mbi të gjithë, kurse ju keni përgjegjësi vetëm për veten tuaj. Unë kam bërë çmos për ta kryer si duhet dhe me ndërgjegje punën time. Jam e habitur që sulmet më të mëdha nuk vijnë nga gratë, por në fakt duhet ishte krejt e kundërta. Për punën tuaj unë kam folur në formë institucionale dhe jo personale. Po ju nuk mund ta mohoni që shpesh e para keni dekonspiruar hetimet tona. Edhe e dyta, në kronikat tuaja nga interpretimi që u keni bërë fakteve, keni hedhur balt mbi punën tonë. Zonja nderuar, ju I keni të gjitha mjetet të vërtetoni nëse faktet në kronikat e mia janë të vërteta. Po ju e kuptoni që hedhja e dyshimeve për emra të saktuar për hetimet tona? Edhe krijon një ide krejt gabuar në publik? Sinqerisht, nuk e kuptoj pse më keni thirrur. Historia mes nesh është e përsëritur. Nëse përsëritet dëmi që ju I shkaktoni punës sonë në favor të publikut, atëherë kuptojeni se na duhet të marrim masa kundër burimit tuaj. Fundja këtë të drejtë na jep edhe ligji, përsa ka I bën pjesë në forcat e policisë. Nderuar, besoj se ju jeni ndërgjegjshme që ky është presion I hapur. Pa I sa kronikat tuaja dezinformuese, për qëllime që ne ende nuk I dim, por edhe mund të zbulojmë. Mjetet I kemi. Përsa nuk ju plas në një skandal dhe ju ende mbani këtë postë. Gjithsesi, ju përgëzoj pa mas për solidaritetin femror të cilin e vini në shërbim të publikes. A mund të largohem? Suksese. Po të mbarë. Gjithashtu.
U vënova pak. Duhet sistemoja lidën edhe gocën. Kishe një urgjencë. S'ka se marrë verë, ti e dije që unë do vija. Pse e nervoze? S'ka ndodhur një gjë në redaksia? Je zënë prapë Martanin. Pse më duket mua se ka diçka që mungon në videot e blerimit? Pse çka ka në videot e blerimit? Ka diçka që mungon. Ty s'u duket kështu? Video që më ke dhënë? Okej, mungon në video e... Ishte një kamerë të këshpje përballë. Pse se di? Nuk ma ke kërkuar dhe unë nuk të solla. Si mund të kërkoj një gjë që se di ekzistencën? Okej. Çfarë të rreqen për me? Ma ke përdorur. Unë të kam përdorur? Po si kështu? Më ke dhe një video të mangët. Ku duket vetëm Jacqueline që hyn. Me sa duket më ke fshehur ato më të rëndësishme. Që vërtetojnë gjithçka. Që nxjerrin të vërtetë. Më bëre ta bëj historinë roz. Vete bëtë roz. Jo e pra, doni të shumë klikime. Unë policia nuk marrë vesh. Ti e gazetare. Po unë ta thash. Çfarë më tha Jacqueline, dyshimet e saj? Ti tregova të gjitha, po ty s'bëre zë fare, thjesht më le ta shkruaj. Po pse më unë do ta tregoj zonatën ty? Jo. Ka video tjetër? Ti nuk mund më kërkosh llogari, ti nuk je shefja ime. Jo. Thjesht dua të di nëse më ke gënjur apo jo. Nuk të kam gënjur sepse ti nuk më kërkove video tjetër, edhe unë nuk të solla video tjetër. Po ta kërkoj tani. A ka video tjetër? Ti nuk po futesh deri në këtë pikë. Kjo është tepër. E kupton? E kupton? Ku është? Nuk mund të ngatrohesh më tepër se kaq. Mjafton me kaq. Mjaftojnë ato që ke nxjerr. Nuk më tregon ti mua se çfarë është në tepër në profesionin tim. Okej. Atë video unë e kam zhdukur. Më kërkuan të zhduk. Nuk mund të bëja do të ndryshe. Hadi tani, çfarë do? Do që të bëhem dhe unë dëshmor. Nuk e mban më për latin, dhe shiku për lesh. Kërkoj azil politik. Kam familje unë. Kam grua të smur, kam vajzë të vogël. Kam ty. Mund të ma kisha thënë. Më ke përdorur shumë keq. Shumë keq. Jo.
përdorur. Të kam ruajtur. Nëse del ajo video, unë dhe ti nuk kemi në fund këtu. Mamka. Mbaroj filmin, do i kem të flem. Mama, të me letësh një libe. Cilin do, mami? Panajerin në që dire. Panajerin do? Të lexon, mami, futu në roba. Në panajirin e çudive. Në pyll, te qoshja e bukur, rinushi, lepurush bardhoshi, mbritën tek shtëpia e mikut të tij Arush Ninit. Organizatorët e panajirit presin miq të tanë. E, po qa mund t'i shumë? Trembe për vdekje. Shpirti mamit. Hajde, mam. Çfarë ke zemër? Është më ndesë ku bërtiti shtrik. Uba. Zemra papit. Zemra papit. Princesha papit. Mos ke frikë, papi është këtu. Do të çoj papin kravat? Do. Okej. Do të çoj si princesh. Opa!
E lash punën në bashki. Sulmet që dolën në rrjetet sociale ndaj teje, u nisën nga zyra ime. Nuk e di e ti që nga jo zyrë sulmohen gjithë. Po nuk më mori mendje që do arrinin deri te këty. Pastaj bëra gafën e madhe që shkova takova Vasjanin. Mua krye me fjalët më të ulta. U bëre ti të vish të më takosh mua. Shko thuaj asaj gruas tënde të mbylli halin ose pirdho dhe ti. Plera. Kjo është për ty. Ç'është? Pas kanë lidhur kontratë me kompanin në lindjen e mesme. Lexo më ti. Sërish kanë në kontraktore kompania e Angelës. Shikon që kanë bërë. Brenda ditës, kanë firmosur kontratën dhe po atë ditë kanë kaluar 20 milion euro. Dhe ti po lufton e vetë me kundër gjithë këtyre. Nuk e kupton. Po për çfarë? Në emër të kujt? Vetëm për këto shuma parash duhet ishte ngritur në këmbë gjykata posaçme, po këtu nuk ndodh asgjë. Eliana, pse nuk ikim jashtë shtetit? Ky vend mundi nuk ka për të bërë kurrë. Po ku do shkojmë? Edhe çfarë do bëjmë aty? Po paktën mendojmë për vajzën tonë. Mbas ajo ka një jetarë më të sigurt. Nuk rriten fëmijët në këtë vend, më dëgjoj mua. Jo. Nuk të dëgjoj dot. E kam vendosur. Nuk mund t'i lejmë ne më këta të na përdhosin, të na përshtyjnë më shumë. Do bëjmë si thua ti. Rregull. Po i ke dhe unë pasë, do qohen herët nësa. Prit pak. Ullu. Qa ka tani? Kush ishte ideale që na sodhin në spital? Është një miku im që i njeh këta spitalit edhe donte të na ndihmonte. Po lekt ku i gjende që i pagun spitalin? Tani ti nuk je me çat merresh. Nuk thua shqyqyr që je mirë, po tani do të hapësh një problem me çdo gjë. Duhet me ditë edhe unë. Nuk është punë për mua, okay? Po është edhe punë për mua, se unë pyeta. 300 euro paguhet për një natë këtë në spital. Kurse për ilaçet thonë mos pyet, se vinë nga jashtë edhe kush e di sa kushtojnë. Ku i gjen lekti? Po tani unë vetëm ty të kam marr borxh.
Ke marrë borç? Po unë ikun se ikun jam, si ke marrë borç? Lutem, e di unë atë punë. Po Gentian. Në spital të babit. Më mirë. Tani do qonë. Okej. Unë mirë që nuk po të lasi gjë, po tash po të fusa dhe në borshë. Nesër do ik nga spitali. Ba, të lutem, mos mu bëj si fmi. Të lutem se kam boll punë gjithë ditën. Mos ma vështirëso jetën. A mbarove? Po. Dëgjo, do shkoj nesër te doktori. Çojmë analizat një herë. Çojmë ç'na thot. Okej. Natë. Ylli ka sjell një dosje. Red Construction ra. Gjithashtu ra edhe firma amerikane. Pas skandalit që zbuluam ne. Edhe pas tradhtisë Artanit. Ç'bëjnë tani këta? Kanë lidhur kontratë me firmën nga lindja e mesme. Dhe brenda së njëjtës ditë kanë kaluar 20 milion euro në llogarinë e Angelës. Është i njëjti projekt. Në fillim ishte oazë së ardhmes me blerimin, tani është parku i drejtësisë. Mes të dyjave qëndron Berti, pasi është pronari i tokave tek liçeni. Po, blerimi ka vdekur. Vdekja e tij nuk vazhdon të jetohet siç duhet. Avasiani s'kuptojnë dot asgjë. Me Kristaqi jo, se dhe aksidentin e mbuloi prokuroria dhe policia. Pika më e dobët e projektit është kjo modeli, Francesca. Angela. Nga ajo mund të nxjerrim diçka. Vetëm Angela mbetet në këtë histori. Është kontingent janë. Ma lini mua, Angela. Kam unë lidhje me të. Okej. Artani s'duhet të jetë që. Po. Derisa të zbulojmë gjithçka. Jo. Po. Ti ke ende lidhjet me delegacionin? I kam nga puna në bashki. Na duhet të përgatisim një dosje detajuar. Edhe t'ja dërgojmë. Duhet të mbështetemi dikun, na duhet një mbrojtje. Ka që kemi për momentin? Po. S'm kanë kthyer akoma përgjigje nga Amerika. E kuptoj. Mirë pra, do të presim. Sa po të mërim përgjigjet, do t'i publikojmë. Të prandaj.
Nuk e kuptoj pse më jeni qepur nga mbrapa mua. Si e? Mirë, faleminderit. Ke ardhur me ndonjë gjë tjetër? Kam ardhur që të flasim. Pra pazarit ti? Dua të ndihmoj, mund të ulem diku. Hajde. Do një që për pirë? Jo, faleminderit. Dëgjoj. Kompania jote pasi u përjashtua nga tenderi. Vazhdon të jetë nën kontraktore e një kompanie nga lindja e mesme, apo jo? Kohët e fundit është akorduar një fond nga bashkia për projektin e liçenit. E di ti sa është shumë? Ti ke firmosur për 20 milion euro. E di shumë mirë se sa është shumë. Ku do të dalësh ti me këtë? Këto para kanë kaluar në llogarinë e kompanisë tënde brenda ditës. E di ç'do të thotë kjo? Jo, nuk e di ç'do të thotë kjo. Që tashmë je objekt hetimi për prokurorinë. Të janë gjitha falso e dashur. Nuk janë vërteta. Edhe nëse do ishin, çfarë lidhje kam unë me ato? Angela, këto janë të konfirmuara. Unë erdha thjesht të të lajmëroj. Me që e kemi një lloj konfidence bashkë. Sa do? Nuk erdha për këtë. Këto dokumente i kanë tjerë dhe do i nxjerrin. Erdha të të them që të marrësh masën. Ti nuk i gjen dot se kush e ka? Në këtë pikë të ndihmoj dot, nuk e di as unë. Në fund të gjithë kësaj e ti ajo që ha. Edhe unë e di që ti s'ke gisht. Ty kanë ardhur të të marrin pyetje apo akoma? Në pyetje? Kush të marrin pyetje mi? Si kush? Këtë diti që prokuroria ka nisur hetimet për këtë gjë? Çfarë? Është thjesht çështje kohe sa të kalojnë spak. Nuk të ka lajmëruar njeri. Ata bythën e vet e kanë siguruar. Unë nuk marrë asgjë këtu në rregull. Ishte Vastiani ai që më ka përfshirë në të gjithë të mesele. E vetmi arsye që kam pranuar është se ishte thjesht një projekt për bashkinë, kaq ta ai dhe unë është dakord. Unë i cop rrogë marr. Vastiani, kryetari i bashkisë, ka përfshirë. Po. Të betohem, unë i rrogë marr. Kaq. Ma merr mendja. Po mirë, me ti pse dreqin pranove? Pra pse? Me të drejtën thjesht më premtoj që do më ndihmonte me vllajin se e kam në burg. Kaq. I dreq vllai po ma nxin jetën. Bëj kujdes. Edhe merr masën. Faleminderit. Më thonë se duhet të marrë të gjitha me këtë. Sa të bëj transfer ta më thoj. E di që është vonë, po më fal. Duhet për nesër. Natë. Natën, gjike. Elba, më fal, Elba. Kam një porosi për ty.
Madharoja, qa mi le, jepja e pësë më. Natën. O gjime, ku ta të ky? Së më thaj gjë, po vetëm kajtë më ta kam një porosi për e. Rofq. Hajde, natën më, mirë pafshim. Duhet vish me ne. Mos u zgjat shumë. Aj, ke që duar.